Disa thajnë, unë e lexoj Koranin shqip, edhe s'ka nevojë me lexu arabisht, jam i mjaftueshëm, domethënë i kënaqur me këtë Koranin në gjuhën shqipe. Tash dikush Koranin e lexon për kuriozitet. Po. Dikush e lexon për me fitu ditori. Dikush e lexon Koranin për me fitu sevape. Ne kur flasim rreth Koranit me lexu si ibadet, lexojmë na ashtu siç ka ardhur. I përsëritim fjalët e Allahut, edhe atje është shpërblimi. Po nëse don Koranin me lexu për ditori, lirisht mundesh me lexuar. Por në gjuhën shqipe, apo në një gjuhë tjetër, pa më parasysh cilën gjuhë e din. Do ta lexosh për me kuptu diçka. Se edhe arabët, kur dojnë me lexu Koran për sevap, pa them në terminologjinë islame, se fjala sevap nuk ka arabisht, na thojmë sevap arabisht, këto janë terme të cilat mendoj nuk duhet me përkthi, ashtu siç janë origjinale. Terminologji e islamit kjo. Nëse donë me lexu Koranin për sevap, e lexojnë edhe arabët, e lexojnë arabisht, për me bën hatme, apo diçka tjetër arabisht. Kur dojnë ato me ditë diçka për Koranit, e marrin komentin e lexojnë. E lexojnë tefsirin. E lexojnë tefsirin, sikur ne shka lexojmë Koranin shqip. Ka se edhe Korani shqip ka një lloj komenti për të përkthi Koranin nga arabisha çdo gjuhë tjetër, ajo është shumë pak krahas asaj se nuk mundet të përkthehet ashtu ne, por me ditë një përmbajtje. Për shembull, ti surën Bekare me Koranin shqip nuk mundesh me komentuar me Koran shqip, po do ta lexosh edhe do ta shifësh çka ka fol Allahu aty për jo besimtarët, dikon fillim fol, pastaj fol dikon për munafikët, çka ka fol për rastin të cilën lopa e ben Israeleve, si ka qenë ajo rrjedha atëherë. Këta e kupton çdo kush, këta do ta kuptojsh shqip, po të futesh më thellë diçka nuk mundesh, përpos se me lexu tefsira më të. E tash, nëse e lexon për shqip, mundesh me lexu. Për sevap nëse don, vetëm do ta lexosh ashtu siç ka ardhur.